Zonja kujdes, ja gjërat që nuk duhet t'i lani në lavatriçe. Lavatriçja është ndër objektet elektroshtëpiake më të përdorura. Prania e saj ndihmon anvisat që të pastrojnë rrobat, perdet, por edhe shumë objekte deri te pastrimi i mirë. Sipas një artikulli të publikuar në Brightside, janë renditur 9 gjërat që ju mund t'i lani në lavatriçe, edhe pse mund të duken e çuditshme, ato duhet t'i evitoni për pastrimin më të mirë dhe nuk duhet t'i mbani në larjen e lavatriçes. Sipas Brightside, këto produkte si mjetet e sportit, lodrat dhe gjërat plastike, veshjet prej lëkure, perdet e dushit, kravatat e kafshëve, çizmet e lëkurës dhe atletet, aksesorët e flokëve, tastat e tastierës, aksesorët e kuzhinës, asesi nuk duhet t'i lani në lavatriçe pasi përfundimisht do t'i dëmtoni ato.